Kur fëmija e kollitet shpesh prindrit i japin me një herë shurupa, është një zgjidhje e duhur kjo? I japin shurupe kolle. Pa. Tani, në fazën e parë, katarale nuk është se veprojnë shurupet e kollës, por ta ndihmuar fëmijën, po them, nga 2 vjeç, edhe flas deri dhe në adoleshencë, 14 dhe 18 vjeçarët që mjekohen nga mjekët pediatër, të kenë me vete antiflu, që kanë në përbërjen e tyre klorfeniramin, pseudoefedrin dhe paracetamol. Është një kombinim perfekt për 3-4 ditët e para të kollës. Ajo qetëson kollën, qetëson atë skuqjen e fytit, inflamacionin, gjithashtu zhbllokon hundët, ul edemën e laringut, ul edemën e mukozës së hundëve. Pra, përveç se mirë, nuk bën asnjë dëm. Mund ta fillojnë edhe pak këshillën e mjekut. Ndërsa në fazën e dytë, kur fillon inflamacioni, çfarë ndodh? Sekrecionet nga bronket, trakeja, bronket edhe bronkopneumonia shkarkojnë në rrugët e sipërme të frymarrjes në trake dhe ato ngacmojnë kollën. Në këtë rast përdoren shirupet ekspektorante, fluidifikuese që hollojnë gëlbazën, ta themi në shqip, mukozën, dhe janë ekspektorantët kanë veti që të nxitin kollën në mënyrë që ta ndihmojnë fëmijën ta nxjerrë jashtë atë pezmatimin, atë mukosin që i bllokon frymarrjen normale.